Skënderbeu i volejbollit për femra ka realizuar një nga goditjet më të rëndësishme të merkatos së verës, duke rikthyer në skuadër Angela Mehmetin. 21 vjeçaria që luan si libero rikthehet në Korçë pas një sezoni me Pogradecin, duke veshur sërish fanellën bardhekuqe aty ku është rritur si sportiste dhe ka spikatur në elitën e volejbollit shqiptar. Burime për të Korça konfirmojnë se rikthimi i Angela Mehmetit është mbyllur zyrtarisht, ndërsa volejbollistja pritet i bashkohet skuadrës në ditët e para të përgatitjeve. Në drejtimin e trajnerit Olsia Xhillari, Skënderbeu pritet të ketë një tjetër fytyrë në sezonin e ri. Drejtuesit e klubit po punojnë për ndërtimin e një skuadre sa më konkurruese, ndërsa merkatoja nuk konsiderohet ende e mbyllur dhe priten edhe afrime të tjera për të rritur cilësinë e grupit. Objektivat janë të qarta, lufta për titullin kampion dhe fitimi çdo trofeu të mundshëm gjatë sezonit. Përgatitjet për sezonin e ri do të nisin në 3 gusht, datë kur skuadra do të zhvillojë edhe seancën e parë stërvitore me synimin për të hedhur bazat e një sezoni ku Skënderbeu kërkon të rikthehet në majën e volejbollit shqiptar.